Po është një kënaqësi e rrallë të jesh në Gjirokastër. Mendoj se është më mirë dështimi i pari se sa fitoria në fillim dhe më pas dështimi. Rinia duhet të shkëputet nga diplomat të cilat janë pa vlerë dhe më mirë të marrë një arsim profesional. Po cili është libri kadares më i miri për secilin nga ju? Do t'i mbaja këmbët e mia të princesha Argjiro. Ajo tregon jo vetëm mendimin që kanë vajzat dhe femrat gjirokastërite, po tregon edhe forcën dhe jo vetëm forcën fizike, por dhe forcën e mendimit. Mund ta cilësoja si një nga librat më të mirë ku Kaderea ka ditur të shpalosi femrën e qytetit të tij. Çfarë muzike dëgjon dhe çfarë filmash? Muzikë shqiptare, filmat huaj, sepse momentalisht vetëm filma turk po shikoj. Ti e more pikën time. Një libër e kam lexuar, që ka shkruar Nikol Lesi, si e njojta Nano dhe Berishën. Bëre gol nga kornja. Kemi dëgjuar nga më të ndryshmet për Gjirokastrën dhe unë jam këtu për të përgënjeshtruar fjalët e Liga në Thonjza dhe për të vërtetuar ato të mira që janë thënë për ne. Sado që sharake, por ka kuptim të thellë. Ashtu siç lidhet matçat e këmbëve tavolinës për të ngrënë gjithë të rimet që mos i kindëm, ashtu dhe ne të rinjtë e Gjirokastrës nuk i lëm mundësitë të na shpëtojnë, i shfrytëzojmë të gjitha. Lider për mua është thjesht një titull një herë. Është thjesht një përkufizim, një përshkrim, por që nuk do të thotë asgjë. Në momentin që ti nuk di të komunikosh, në momentin që ti nuk di të organizosh, në momentin që ti nuk mund të bësh dot bashkë një grup, atëherë gjithë këtë emër e hedh poshtë dhe nuk të hyn punë për asgjë. Puna bëhet dhe arrihet me të gjithë, kështu që për mua kjo është një lider. Nuk më kujtohet emri, po Xhajaho është një aktor që më ka lënë shumë dhe ai filmi atje tek ajo shpreha Xhajaho më ka lënë shumë përshtypje, domethënë se tregon punën në grup. Duke qenë lider duhet të dëgjojmë të gjitha komentet apo opinionet e të tjerëve, qoftë ato pozitive apo qoftë ato negative, dhe mendoj se duke krahasuar me shprehjen është muzika që e dëgjojmë edhe kur nuk na pëlqen. Mendoj se deri diku në nxënëse vjetë sepse nuk më pëlqen ta prezantoj kur veten si perfekte, sepse nuk ekzistojnë njerëzit perfektë. Dhe pse të gjithë e kërkojnë ndryshimin, askush nuk dëshiron të dalë në fush betej. Jo pra jo, të gjithë të rinjtë e kanë vetë në dorë ndryshimin. Po rëndësi më të madhe ka akoma momenti që kupton se pse ke lindur, që kupton veten se deri ku ke arritur, kupton sukseset që ke korrur në jeta, se çfarë qëllimi ke plotësuar në ato që kishe për qëllim në këtë jetë. Qofse ti e ke mbill diçka dhe nuk vazhdon ti bësh ismet, i themin e përmetar asaj diçkaje, ajo do thahet. Nëse arrin të kontribosh atje nëpërmjet lodhjes tënde, ose diçka tjetër do të arrin të korrësh diçka të madhe, diçka të fuqishme që ty do të shërbejë si në të ardhmen, ashtu dhe në të tashmen. Një person që nuk bën asnjë gabim, nuk provon kur asgjë të re. Nëse nuk shkelim në një drast të kalbur, nuk kemi për të mësuar kur asgjë nga jeta. Njeriu po zgaboj nuk mëson. Pastaj njeriu nga gabimet e veta merr mësimet më të mëdha në jetë. Mund të vdesësh gjithçka, mund të humbasit e shpresa, por jo ëndrat. Isha gati të ngacmoja me gozhda. Nga fundi më kënaqem. E zbute me punja? Jo. Ta dish ta po më dritën këmbët aq po flas. Mirë.